11 persona janë vënë në pranga dhe 15 të tjerë janë proceduar penalisht pas protestës së opozitës, gjatë të cilës u përdorën molotov dhe lëndë piroteknike në drejtim të efektivëve të policisë dhe godinës së kryeministrisë. Mes të proceduarve rezultojnë edhe 2 të mitur. Në njoftimin e saj përshtyp Policia e Tiranës bën me dije se si pasojë e këtyre sulmeve, 5 punonjës kanë mbetur të dëmtuar gjatë tubimit, të cilët janë dërguar për mjekim në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Në vijim të veprimeve për dokumentimin ligjor të akteve të dhunës dhe vënien para përgjegjësisë ligjore të autorëve, specialistët e sektorit për hetimin e krimeve të rënda arrestuan 11 persona të moshës nga 18 deri në 60 vjeç. Ndaj tyre rëndojnë akuzat: goditje për shkak të detyrës, prishje qetësisë publike, prodhim dhe mbajtje pa leje armëve dhe municioneve luftarake, shkatrimi pronës me zjarr dhe kundërshtimi punojësit të rëndit publik. Edhe të proceduarit janë nga mosha 16 e deri në 55 vjeç, ndaj të cilëve rëndon akuza për veprën penale e prishjes së qetësisë publike. Në prokurori janë referuar materialet dhe ka nisur procedim penal edhe për deputetin Klevis Balliu si organizator dhe pjesëmarrës në grumbullime dhe manifestime të paligjshme, si dhe për shtetasin Aulon Kalaja për veprën penale të goditjes për shkak të detyrës. Në momentin e ndërhyrjes policia thotë se ka sekuestruar si provë materiale 45 molotov që disa protestues i kishin përgatitur për të vijuar sulmin ndaj punojësve të policisë dhe institucioneve shtetërore. Molotovët do të përdoren si provë materiale, duke u dorëzuar gjykatës, përballë së cilës do të paraqiten të arrestuarit dhe të proceduarit për të njohur me akuzat e ngritura ndaj tyre. Grupi hetimor vijon punën për identifikimin e të tjerë shtetatsve që mund të kenë kryer veprime të kundërligjshme gjatë tubimit të zhvilluar pas drekën e 17 prillit.